Kombëtarja shqiptare është në prag të ndeshjes me Serbinë. Ky takim do të vlejë për kualifikueset e Botërurit 2026 dhe do të luhet më 7 qershor në orën 20:45. Burim Kukeli, që tashmë është trajneri i Zyriut U21, është një nga protagonistët e ndeshjes Serbi-Shqipëri në Beograd. Ishmës Fushori është kthyer të komentojë ndeshjen e luajtur më shumë se 10 vite më parë, ndërsa ka dhënë një mesazh për tifozët kuqezi. Fjalën e tij e mbyll duke thënë se ka ëndër të jetë trajneri i Shqipërisë ose Kosovës. Kemi pasur një grup të vështirë në kualifikime dhe askush nuk ka besuar se do të kualifikohemi, por e nisëm mirë me fitore ndaj Portugalisë. Filloi mbar dhe pastaj në lojën në Beograd kundër Serbisë të gjithë kanë parë padrejtësinë që na u bë. Minimumi ishte shpërblimi me 3 pikë në tavolinë. E kemi ditur se nuk do të pritemi mirë, por nuk e kemi pritur atë urrëtie kaq të madhe. Njerëzit janë të çuditshëm, nuk mund të mendosh si janë ashtu. Pamjet kanë treguar gjithçka dhe loja në ato kushte nuk ka mundur të vazhdojë. Jemi ofenduar dhe jemi rrahur, dhe pasi na kanë rrahur, dëshironin sërish të futeshin në fushë. Ka qenë e pamundur vazhdimi i ndeshjes. Situata nuk ka qenë as pak e sigurt. Në momente të caktuara ka edhe frikë, por njeriu në shumë raste dhe i përballon pasi nuk kishte rrugë dalje tjetër. Jemi mundur të tregojmë më të mirën tonë pasi kemi pasur faza të mira në fushë dhe nëse do të luaj 90 minuta, gjasat për të fituar kanë qenë të mëdha. Nuk ishte sjellja e duhur dhe organizimi nuk ishte siç duhet. Në Elbasan pastaj kemi treguar kulturë dhe respekt ndaj njerëzimit. Jemi sjell mirë, jo si ata me ne. Kemi marrë mirënjohje nga shtetet e tjera. Kemi bërë më të mirën tonë dhe tani shpresoj se do të organizohet mirë edhe në Tiranë. Në fund të fundit është sport dhe të sillemi në atë frymë dhe në fund uroj që Shqipëria të fitojë ndeshjen. Tifozët të mos sjellin urrëtie, të përkrahin lojtarët e Shqipërisë. Duhet të japim energji pozitive, jo urrëtie. Për momentin jam duke lëvizur hap pas hapi. Niveli U21 është shumë i mirë këtu në Zvicër. Dua të marr mësime dhe idetë e mia të shpalos, por dëshira është që një ditë të punoj dhe në Superligën e Zvicrës. Pastaj Kosova dhe Shqipëria nuk diskutohet. Është ëndër për mua të jem trajneri i Shqipërisë ose Kosovës. U shpreh Kukeli për kohën.